Për shumë të rinj, diploma shënon fundin e përpjekjeve dhe fillimin e një jete më të qetë, por për Razip Agon ndodhi e kundërta. Pasi kishte luftuar për të fituar të drejtën e studimit dhe për të përfunduar fakultetin e mjekësisë, tani i duhej të përballej me një sfidë të re, ushtrimin e profesionit në një nga zonat më të thella malore të juglindjes së Shqipërisë. Ishin vitet kur një mjek nuk kishte në dispozicion as ambulanca moderne, as pajisje diagnostikuese, as rrugë të kalueshme. Në shumë raste, kishte vetëm dijen e tij, një çantë me ilaçe dhe vendosmërinë për të mbërritur tek i sëmuri. Ky është rrëfimi i pazakont i një mjeku në diktaturë. Si shërbeu me devotshmëri 24 orë çdo ditë të jetës dhe fshatarët e tij e spiononin, i ngrinin kurthe dhe akuza duke e çuar madje deri në hetuesi. Historia e Razip Agos që zbulon anët e errta të diktaturës, kur formohej njeriu i ri dhe vlerat morale shkeleshin me këmbë, duke vënë në presion njerëzit më të devotshëm dhe të zotë të shoqërisë. Pasi mbarova të trajnimin në Korçun, edhe më thanë do të shkosh në Panarit, se ishe një spital Panarit, janë 3 Bicka Panarit. Sa vajta unë, ata më thoshin shkon 3 Bicka, në Panarit, denja një muaj në Panarit, pasaj vajta në 3 Bicka. Atë ditë që jam martuar unë, kare një shkia që më. Edhe, qysh kemi ardhur aty, bambum, të nesme neve, besh një, do me dhenë, darke kurbanit, se si e qonin ata, vinin ta të afrëm njërë tjetë. Unë më thërresin tek njeri që kishte berë letrën. E shoh që atia jep një reakcion, një gjilper streptomicin se atje, tërë natën me atë infermerën e qysh që kemi pushuar konvulsionet asaj. E shëruam diturinë e varfër me iku e atë. Por ky ishte vetëm fillimi. Pak muaj më vonë, një dimër i egër do ta vinte përballë një prej rasteve më të vështira të karrierës së tij. Më vonë ka qenë data 2, do me thënë se kjo ishte tetori, më 2 janar, vinte një dëbor aq e madhe se ke din, vjen 2 burra në Panariti dhe më lajmërojnë, hajde tha se është i smurtet, haj njeri atje. Me një fenerë në dorë neve, po ato rrugët mos të shpend të zoti si janë. Na u fikë dhe feneri qysh unë gjitën, vajtën e ndezëm një familje teatr ati në Panarit. Kur vemi në spitali, e shikojmë që u hapë drita ati, ishte e ndimës mirë, po i thirrëm neve, si është punë. Për atë marë ca i lache, qarë kishte? Po nuk ja gjenjë do të tensionin, tha, është ngritur, a këshu, e po mirë meri, thash unë ca thoru, me ca gjera, këshu këte, edhe hajde, edhe ishte një lagje lartë atje vajtëme. Si që rrëfen Razipi, pacienti ndodhi në një lagje të largët. Jeta e tij varej nga minutat që kalonin, njëra pas tjetrës. Kur vajta unë thërrishte të lhaju në shtë të themë. Tashi ky i smurë që po themun, ishte i depistuar me ulqër hemoragjike, kaloze, këshu e kishin ata, që kishin berdioskopi. E ne thamë mos i kish plasur ulqëra. Mirë, po s'me jepte ato shenjat klinike mua. Se ajo në qofë se do t'i pëlqiste, ajo do t'i frysh barku, ajo barku në kishte të ras. Do t'kish temperatura i kishte ren. Të rahurat e zemrës i kishin vajtur 220. Tensionin 4 ja kam prekur. Gjendja ishte kritike dhe duhej vepruar me njëherë. Në një kraj bente ajo fiziologjik, unë glukozë këtej, bambu mbej ato kardiotonikët, se nuk po ndizeshin traktorët, se ishte ftohtë, shren e dëbore madhe. E përmendëm afër mëngjesit, unë isëm, e shkojmë ne, shkon tutja se në për një malë Bogovi, thonë, bjem në Tresk, na Tresk ka vemi Shëmtir. Shëmtiri është rrethit e seks, shlirim, që thoshme. Sa vemi atje në vjen një makinë, gazeta, silte gazeta, një Karpati bardhi, thamë kështu ta marrë, që e morja ju. Unë deri atje vajta, nuk shkova tutje, nisa këtë i fermerin.
Edhe mora Ersekën në telefon. Del kirurgu Ersekës Niko Bendua në një fshat Qavzes, mbas e këtë gjuar. E përshikon atë atje, si mbushi mendja, merë korçën ai. Ahmet Hoxhollari që na korça kyç këtej në majtë qarët që kënvejnë ambulancat. Vejnë, po lajmërua dhe ambulancat besh gati ajo sallë operacionit. Ishin të 2 metrit e hapin ata. Çfarë ka, thot ajo, da ta hapim, i thot ajo. I thot e shoqja. I thaj, plasur shprejt ka, e kish goditur mush, ka që thojti. Nuk të regonte, se mos i hap shnami keqe dhe mbetesh mushka ndërë, të lhajtë zi, me boj. Edhe shkrojti dhe Gazeta Bashkimi, ka shkrojti Mosar Qini, shkrojti dhe për mua, shkrojti dhe për 2 ametet, që i shpëtuan jetën. Këtia. Ishte një prej rasteve që do të mbahej mend për vite, por jo i vetmi. Në malet e Trebickës, për Razip Agon, sfidat sapo kishin filluar. Rastet e vështira nuk mungonin. Në fshatrat e largta malore, ku mungonin pajisjet dhe kushtet bazë, mjeku shpesh duhej të mbështetej vetëm tek përvoja e tij, intuita dhe aftësia për të improvizuar. Shpesh, mes jetës dhe vdekjes, nuk qëndronte teknologjia moderne, por vetëm dora dhe mendja e mjekut. Kam pasur rastet renda. Një vit më vonë, një plak aty, që ajo për mua ishte shenjtore, ajo i thati dhentrit që më mbajti mua, ajo që ishte oficir. Beje shkret. Pati një hemoragjina hundën, një epistaksi rebel që shtë të themun. Atë të birin teatrin që jeton të me këte dhe nuse nuk e kishte, ishte me i teatr. Bej unë Gjilpera, kalqu me bej Klaudin, e bej ato që ti poshonin e i futa ashu pambuk hemostatik, jasë domino. Edhe pasaj ka marrë një gisht të dorezave të plastikut, i futa një kabull teli këtu, hoqa teli dhe atje, e futa në hundët, e i fryva me shiringët, e izoloja e atje, u bë shembulli dytë dhe me bejen. Razipi thot se në kujtesën e tij kanë mbetur shumë raste të tilla, raste kur vdekja dukej më afër se jeta, siç kishte ndodhur atë ditë kur 2 djemë të rinj do të gjendeshin në kufirin mes jetës dhe vdekjes. Tashti rasti teatr që ishin këto rastet, se unë ka pasur raste të rënda, do me thënë ja kam marrë vdekjes kështu, ja kam shqitur, jo kështu mjekova një bronkopneumoni ose një diçka. Ishin 2 djemë aty. Njerën e kishim tonin e dhe njerën një shoku ti. Atje, ata ranë në një rëpir, kështu ishte një përrua, i kishin hipur asaj kafshës pelës atje, mrapa ishtë lidhur një teatër, ajo e tërheq, bien ato se si su ben copa ata, më lajmërojnë mua, unë isha Trebick, marrë një kafshë i kalë që andeve të në Panarit, kur vete atje i gjenjë ata, ishin 2 fermerë, ver pambuk, ish ber koka kaqe atyre, edhe ase izolonin atë gjakun ato. Kur shikonjë unë ata ishin zverdhur, holluar hunda, kështu edhe, djemë të rinjë. Një të hequr pambukun, një të qethur, një të suturuar, për nuk shposh, s'kalpi kokës atyre. Edhe mora telefon, ambulancë. Vjen ambulanca, i merë ai mjeku teatr, që ishte i Panaritit, i shpjen kosht, shpëtuan ata. E këtil do të rrithte karriera e Razipit. Pacientët shpëtonin, familjet falënderonin dhe emri i mjekut të ri po fitonte respekt në të gjithë botën. Por ndërsa fitonte besimin e një pjesë të njerëzve, po zgjonte edhe armiqësi të tjera. Armiqësi që nuk kishin lidhje me profesionin e tij. Razipi tregon se mes këtyre aksioneve humanitare, 10 histori për ndjekjesh thureshin në fshetësi kundër tij. Njëherë u bën ca votime, se këto votimet e shkreta ishin të poshtër. Votime për këshillat për ato që beshin. Edhe unë isha komision në fshatin tim në Grabock, smuret një fëmijë aty në Trebick. Dërgova të ndihmës mjeku.
E i kish bera i tërë ato, i kish mbajtur shënima, i kryetari këshillit që kishim neve. E kishim dhe si tonin ato, jo si tonin, po tonin i kishim. Ajo që Razipi do të mësonte më pas e tronditi, ndërsa ai mendonte se fëmia po merrte ndihmën e nevojshme mjekësore, dikush tjetër po mendonte se si ta përdorte fatkeqësinë për ta goditur mjekun. Ai i thot atij që kishte këtë djalin, po të kish vdekur kjo, të kish vdekur, tha, vetëm të futim këte në burkneve, tha. Fati e benje prapë një djalë tjetër. Shiko qarë zemre, i tha njeri nga ta fshatarë të revicë, jo deri këtu dhe mirë, jo deri këtu, i tha, tur, të kesh. Kur më bëj një letër këta, e dërgojnë atje, më merr shefi seksionit, mua të vish atje. E ti ikin Razipin e përshi deri në Rehovë. Më kemba atje, gjitha një makinë vete në Korçën, sa vete e më jep mua atë. Sa pika ati, jo letër në originale. Që kishin shkrojtur ata, që kishin redaktuar këta. Nuk flenë në qendër shëndetësore, nuk ka ashtu farmaci. Ca gjera që të thema, edhe unë i thash atje, më takon mua, i thash atje. Shefi thashëm të fle atje, jo, nuk takon. Farmacinë unë hapi, jo. Po ja ti duhet besh, më tha mua që të hidhet kryetari këshillit në zjarë. Ai nuk hidhet për mua në zjarë, i thashëm, po i lema ato, i thash, po, shtot më japsh. Po i ki thuaj dhe mini, tha të mledhët ata, ta sqaroj. Denoncimi kishte dështuar, megjithatë, ata që e kishin nisur nuk dukeshin të gatshëm që të hiqnin dorë. Vini, them unë atje, a i më thoshte mua më lidhë, ku dyshon ti dhe tu them unë, po kush vinte atje, kisha unë kompetencë. Razipi e dinte kush ishin dhe çfarë sajonin ata në Rogoz. Ishin të njëjtët fshatarë që ai u shërbente me devotshmëri, por që ja kthenin devotshmërinë me spionime dhe prapaskena. Ishin ata që e merrnin në mesnat në telefon dhe ai, si mjek i përkushtuar, shkonte me një frym dhe të nesërmen ata ankoheshin se mjeku nuk ju përgjigjej ose se nuk ju shkonte. Por për te gjithë prapaskenave, Razipi nuk dredhonte nga rruga e drejtë dhe vlerat morale të humanizmit të tij. Vazhdonte të bënte atë që dinte më mirë, të vizitonte të sëmurët, të përshkonte kilometra të tëra në shije dëbor dhe të shpëtonte jetë. Edhe pse e dinte se në prapasken të njëjtët njerëz vijonin përpjekjet për ta rrëzuar dhe goditja e radhës nuk do të vononte. Razipi tregon se në fillim ishte vetëm një letër anonime, pastaj erdhi një denoncim edhe më pas një mbledhje. Ditë pas dite, ngjarje pas ngjarje, ai po kuptonte se përballë tij nuk kishte më vetëm disa njerëz të pakënaqur, por po krijohej një rreth presioni ku përfshiheshin drejtues lokal, funksionar partie dhe njerëz që dikur i kishte pasur miq. Ky poshëriri më mas pësoj atë që thash u ranë u refloqi dhe zvendësoj një shok që kisha shokunim. U be sekretar byroje, ky u be shef kuadri. Edhe ky ndryshoj 100%. Kur vinte që vazhdonte atë shkollën me korespondencë atje në Duaran, unë i shpegonja jo vetëm atje apo terave, trikometrie që ishte atë stereometrie, algebri një këtë tash. E menja në përmbremje. I kam dhenë një këmish trupi që vetëm unë dhe 2 shok tjerë kishin atë atje. Ky nuk vuri re. Njeri nga këta djenë që shpëtoj, ishte i një piktia, djali vlajt. Po unë e kisha shokat të tjatin e këti djali të vlanë e këtia, që dollë një oficer. Edhe shkonim shumë me te. Do me dhe sa u be komunistu shpërfityrua, u be tjatër njeri. Që ishte ati. Tani, kur e kishim atë vëllan të smurneve, edhe arritit i benim dhe 8 morfina në 24 orë. Edhe po njit qalartë, unë të shkonja në Trebic, se Trebicka me Grabockën zbret njitesh, edhe qanë dhe i zbret njitesh. Kështu ishin, ishte 1 orë gjysmë lartë. Edhe unë qëndrova ati, po vinte këj, unë desha të ngriqa, po thajtë ta presë, do thot që është. E më pyeti mua, se këtë smur e kemi, thashmë, bo, kur vajtëm atje, vajta në dezhurni unë. Aju dezhurnit kishte iku në shtëpi, aju që bete natën, se ditën e benim ne. Ky e kuptoj që
kishte ikur ai si kisha Chelsea, të erdhi aty më tha mua, ne çika do Chelsea se kam për të futur një diçka në kasa. Si i ka bidu ai thash unë ai që i bente natë. Tha unë nuk flak testin e partisë për ty. Jo, thash ti më erdhej në teatr aty. Edhe dërgon një djalë që ishte kryetari i këshillit fshatit atje dhe erdhi ai të bënte një proces verbal. I ke thash unë më fry mua. Nëse e beri ajo atë, firmos i ke thash shumë se nuk ka shumë. Ishin dy gjoja shprekurorë në Trebis. Këtë dy e kishin emrin Bariam. Njeri Bariam Dino, një Bariam i Brushi. Ai Bariam Dima nuk e mori. Ky Bariam i Brushi e mori atë, më gjykonin mua, më kupton ti? Edhe kishin një blok kaq atje kodi penal. E kishte, po hyri kali, dënohesh kaq. Po vodhe një misër, kishte kaq, nuk kishte ajo se çfarë kishte. Edhe këta, bashkë me kryetarin e këshillit, marrin rrethin, marrin prokurorin e rrethit. Atë. Edhe një postës që isha atje futë dhe fishin, që të dëgjonja unë. Se kisha telefon qendër unë. Në ato rrethana presioni, Razipi kujton se u bë dëshmitar i një gjyqi të çuditshëm që donin t'i bënin aty. Përmes telefonit, ai mundi të dëgjonte gjithë bisedën me prokurorin. Edhe i thanë atje që, ore kemi një rast të këtill, i tha ky, sekretari. Kemi një rast të këtill, tha që ka lënë shërbimin. Ç'është ai tha që ka lënë shërbimin atje? Po ai doktor atje. Pse që ka doktor? Pastaj ndaj i tha, sa doktor keni ju? Një kemi tha. Po nuk i takon, tha atje, si takon atje, ajo është mjek shërbimi, tha. Vetëm ashtu, tha, nuk ju atje, tha, keni bergabim që futni, tha i vetë. Unë e dëgjova të faleminderit, i tha shumë po këta. Kush fali, tha i kryetari këshillit aty. Po e gënjente bilbili shkret ai postës aty, po ja tha, se bëjnë rezonim këto atje. Unë si e dëgjova kështu edhe ngjitshim ne se qendra shëndetësore ishte aty në temi, te ishte zyrat atje, edhe posta ishte në tutje. Ata vinin që andej, unë që këtej hynja atje, unë edhe prita sajrën këta. Ç'është ky emër këtu, për veten time unë. Ky maskara nuk i takoni thash unë që ti këtu në shërbim. Këta e lutem ja bën taj mos e shun, i tash e zhitur unë, bën shërbim këtë tash. E bet detyrën, bravo qoftë. Razipi thot se ky rast, sikurse dhe të tjerë, e kishin bindur deri në fund se nuk ishin keq kuptime, ishin përpjekje të organizuara për ta goditur dhe përpjekjet do të vazhdonin, madje me metoda edhe më të ulta. Nuk mori parasysh ky, as e kisha shëruar atë edhe të shoqen që kisha i fermeri që ja kisha mbajtur unë aty. E beri. Pak kohë më vonë do të vinte një tjetër provokim, këtë herë me dokumente të zhdukura dhe me përfshirjen e strukturave të sigurimit, një histori që do të tregonte se deri ku mund të shkonte lufta kundër një mjeku që refuzonte të nënshtrohej. Një herë teatr, prapa aty në shërbimi, kishin fshehur zarfa, një dy zarfa. Kush e di që kur i morën ato aty. Kur e hapun ata, shikojnë si ishin. Marr komandantin e batalionit ishte andej nga Qesaraka, kështu kanë marrë filan zarf. Vjen i zënë sonaj. Ajo që ishte shefi sigurimit brigatës, ishte nga Skrapari. Do me thënë, fëmijë e djalit tezes time e kishte kushit paratë. Ajo rnek, shiste dardha në Grabocke, a shisja unë merin tëra, se kujtimi s'ka një në tjetër, ishte për turpit botës. Ajo e ngrenë në brigatë e thot që të meret masa për atë doktorin edhe për atë komandantin atje. Kur hyn një shefi operativ atje, Skander Çabej. Çfarë thuaj ti, tha more, gjithi Skraparit atje. Se njohim në cili është doktori, tha atje të na thuash ti në veprate. E ben për një lek. Po ti e ben këta, tha, të ka tërguar i të vjerë, tha këto. Edhe këta e kishin berë. Që e kishin me tonën atë të shoqen e. Razipi tregon se akuza ra, por klima e dyshimit mbeti. Në atë kohë, mjaftonte një letër anonime për të hapur një hetim, dhe një tjetër letër do të mbërrinte së shpejti. Në një fshat aty, tutje në Sadoberd, ishin një 5 familje në ata.
Edhe një ajo infermerja që ishte atje, ishte zen me një ata s'flisin e nëse i pajtova unë se lindi një djala i vonë atje, njeri nga ta. Pas sa kohësh ky, ka një letër edhe thot që infermerja Drita, e kishim në jo, më ka ardhur në shtëpi, hapi, kishte ca mish zinte, mori një 2 thela mish, edhe hodhi helm dhe mos mur djali, po duhet këtë djeni dhe doktori. Akuza ishte aq absurde sa dukej e pabesueshme, por në tablon tragjike të regjimit, ky letër mund të shkaktonte furtunë deri në nivelet më të larta. Edhe vjen një shkresë paraqitin në jetuesi. Po më merr dhe kjo mua trembur e shkreta dritë në razi, hajde këtu se më tha Niko për të vllani ishte shofer dhe shkojmë nesër tha atje se na ka i goditur na ka denoncuar atje, vemi ne ishte një Pascal Pifti, një hetuesi mirë ishte na korça ajo atje, na priste ne hajde ne tha më hajde. Po na ka dërguar ashtu urdhri e Kuranit saj, të kish marr letër i Kuranit saj. Si është puna? Po ja le të lafosin kjo i thashun atje. Po ç'ne tha, unë tha të helmonja, pse ta shuet ha unë atë thelat e mishin ta që kam vitur. Ja sqaruam neve ato atje, po duhet pajtoheni në tha. Po si të pajtohen unë vajta i thash unë atë, çfarë pajtohen atë? Thash i për të deskredituar mua, lajmërojnë ishte një plak pensionist atje, ishte gjosh gjykatës ata dhe një shokun tim prekuroraj. Gaço e kishin të dy emrin ata. Njëri atje edhe thërresin ata, edhe Merin, shoqen atje, edhe Kiçon, edhe fshatin, tani në shpe. Qarë të shpegojnë unë, thashu, unë nuk di, thashu, qarë të shpegojnë. Zojri e Kiço ajo, këshu, kam bërë këtë analizë, jo këte, ata këte. I thashun, gjo, këto janë gjera që ju i kini brenda për brenda ti. Po janë e na ka thënë dhe miri ta beni këte. Qarë të bëtë një deskreditim të mbeni mua, ju i thashun, si jam silun me ju. Po jorën e nuk kemi ankim. Po s'ke ankim edhe shkrua i ti, thashun atje që nuk dim gjithë të gjerane. O zunë ata, unë i ka fare dinën se qarë ben ata. Razipi tregon se mbledhja degradoi në debate dhe ai ishte larguar pa e ditur si përfundoi, por shija e hidhur e asaj ngjarje ishte shtuar në ndërgjegjen e tij, duke e çuar nivelin e zhgënjimit në caqe që kurrë nuk i kishte menduar. Për vite me radhë, Razip Ago do të vijonte të punonte në një klim të tillë të ashpër, zhgënjyese mes vështirësive pafund në zonat e thella malore, duke u ngjitur në dëbor, duke udhëtuar me kal e duke improvizuar mjete mjekësore kur mungonin pajisjet për të shpëtuar jetë, paçka se e dinte se në Prapasken, deri në ditët e fundit të diktaturës, nën Rogoz zhvillohej gjithmonë i njëjti skenari shëmtuar, me dyshime, survejime, letra anonime dhe përpjekje për diskreditim. Në Shqipërinë komuniste, edhe kur shpëtoi jetë, nuk ishe i mbrojtur nga biografia dhe për Razip Agon, betejë me sistemin do të vazhdonte gjatë.